Mirë të nderuar televizionistë, ne rikthehemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Këtë hapësirë do t'ja dedikojmë një personi tepër të rëndësishëm, një personi tepër të veçantë. Do t'ja dedikojmë legjendës futbollit gjerman dhe atij botror, Franz Beckenbauer, i cili është ndarë nga jeta në moshën 78 vjeçare. Në një komunikim të drejtë për drejtë, më pret Teodor Vaso, legjenda shqiptare e futbollit korçar, njëri nga 5 sportistët më të mirë të vitit 1968 në përbërjet e ekipit kombëtar të futbollit shqiptar, në rezultatin e jashtëzakonshëm në barazimin 0-0 me kampionin e botës, atë të Gjermanisë Perëndimore, futbollist i shekullit të Korçës në vitin 1998, njëkohësisht edhe emblema e artë e këtij qyteti. Zoti Vaso, ju përshëndes, është kënaqësi e veçantë që jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë së bashku. Përshëndetje juve, stafit tuaj, përshëndetje dhe teleshikuesve të televizionit tuaj Fox News. Zoti Vaso, si e keni pritur këtë lajm të dhimbshëm të ndarjes nga jeta të njërit prej legjendave të futbollit botëror, por edhe i gjerman, Franz Beckenbauer? Ishte një lajm me të vërtet befasues, i jashtëzakonshëm, sepse mosha e tij në 78 vjet nuk u tregon një kohë të vjetër, për shembull, kur mund të themi afër 100 vjeçar. Kështu që ajo ishte një shokim për tërë opinionin sportiv edhe mëngjer botëror, sepse figura e Franz Beckenbauerit është një figurë e jashtëzakonshme në vlerat e futbollit botëror. Me Franz Beckenbauerin si njëri nga lojtarët më famozë të ekipit kombëtar gjerman dhe kapiteni i skuadrës së Gjermanisë Perëndimore, në kohën kur unë kam luajtur futboll, ne jemi ndeshur 4 herë, 2 herë jemi ndeshur në Gjermaninë Perëndimore dhe 2 herë jemi ndeshur në Shqipëri. Patjetër, këtu kemi të bëjmë me një personalitet futbollistik të nivelit të rangut botëror, që është në nivelet e Peles, Maradonës, Cruyffit dhe shumë lojtarëve të tjerë që mos i zëm në gojë, në kuptimin që opinioni publik sportiv i njeh. Franz Beckenbaueri në të njëjtën kohë ka luajtur në 2 role kryesore në shumë ndeshje. Në fillim, Franz Beckenbaueri, veçanërisht duhet të cilësoj ndeshjet që janë bërë në Angli, në Kupën e Botës në vitin 1966, Franz Beckenbauer i losën me shfushori djathtë. Pastaj, mbas 4 vjetëve, nuk ka rëndësi kohat, një vit apo 2 vjet ndryshim, ai u kthye përfundimisht në rolin e një qendrëmbrojtësi të lirë, atëherë qendrëmbrojtësi i lirë nuk rreshtohej në vijë me mbrojtje, por ishte gjithmonë lojtari i fundit mbrapa treshës, që ishte mbrojtësi djathtë, stoperi dhe mbrojtësi majt. Ai u pozicionua në atë rol dhe me atë mbylli karrierën e tij sportive. Nëse ju duhet t'ju flas më gjerë për Franz Beckenbauerin, unë kam shumë njohje për të, sepse jo vetëm që jemi ndeshur me të, por në të njëjtën kohë është një figurë që ne e kemi lexuar, e kemi parë në rolin e tij si lojtar, edhe si kapiten skuadre dhe në të njëjtën kohë edhe si trajner. Zoti Vaso, urdhëroni. më thatë që jeni ndeshur 4 herë kundër Beckenbauerit. Janë 4 loja, 4 sfida të ndryshme. Cila prej këtyre 4 sfidave ka qenë ajo më veçantë ose ajo që ju e mbani mend edhe sot e kësaj dite? Tani këtu kemi, se është një koincidencë, kemi dy ngjarje të jashtëzakonshme. Njëra është ngjarja e ndeshjes së parë që kemi zhvilluar në Republika Federale Gjermane Shqipëria në Dortmund të Gjermanisë Perëndimore, e cila është mbyllur me rezultatin 6-0 në favor të gjermanëve. Dhe ajo quhet një ndeshje, që thash që pari, e veçantë, e jashtëzakonshme për vetë faktin sepse ekipi kombëtar i Shqipërisë në atë periudhë një rezultat tip 6-0 dhe më vonë është mundur një ndeshje tjetër 12-0, jo në moshën tonë, po një 10 vjeçar më vonë. Këto janë 2 ndeshjet e mëdha që janë bërë si rezultat të këqija të kombëtares shqiptare.
Por në të njëjtën kohë në këtë periudhën tonë tash, po flasun në këto 4 ndeshje, ndeshja e dytë është po me këtë ekip, po në të njëjtën kohë kur Gjermania na mundi në fazën eliminatore për ndeshjet që do bëheshin më vonë, na mundi 6-0 në ndeshjen e kthimit që u bë në Shqipëri në 17 dhjetor 1967, domethënë një vit më vonë nga kampionati botëror i Anglisë, ku Gjermania zuri vendin e dytë në kampion bote, dhe aty zuri vendin e dytë, duhet të kemi parasysh një diçka, sepse është bërë edhe një film që quhet Gol, ku goli që i dha fitoren Anglisë, që u bë edhe kampion bote, ishte momenti që e shpuri ndeshjen për fitoren në Anglisë, dhe ai gol nuk u kaloi vija fatale. Topi në filmin që u shfaq në tërë botën ka mbetur domethënë ishte në vijën fatale, edhe pa e kaluar asnjë centimetër larg vijës, edhe u quhet gol, dhe në këtë rast Anglia u cilësua kampion e botës. Kurse në ndeshjen tjetër, plas që ne flasim për atë ndeshjen që është shumë interesante, është ndeshja e 17 dhjetorit 1967, kur Gjermania Perëndimore vinte në Tiranë dhe që duhet patjetër ta fitonte ndeshjen që të kualifikoheshe, për arsye se në grup kishim Jugosllavinë, edhe Gjermania Perëndimore. Dhe detyrimisht atëherë në atë kohë, që është një element që mbase mundet të u përcjell juve për efekte të opinionit publik, që ne ishim 3 ekipe, dhe në atë kohë, në krahasim me periudhën që po fjalosemi ne, nuk kishte mundësi kualifikimi skuadra që kishte bënte me skuadra të tilla si Gjermania, Jugoslavia, të cilat Gjermania ishte nën kampion bote, Jugoslavia ishte nën kampion e Evropës, dhe ne duhet patjetër të zinim një vend të parë ose të dytë, po të kualifikoheshe vetëm një ekip në atë kohë. Kështu që tani kualifikohen 2 ekipe dhe i treti ka edhe një shans tjetër, kështu që kemi të bëjmë me një problem të kësaj natyre që Gjermania erdhi këtu, duhet të fitonte ndeshjen patjetër sepse nuk kualifikoheshe. Prandaj e shpjegova këtë. Domethënë kanë fjalën se sikur zinte vend të dytë Gjermania, si zuri vendin e dytë pas Jugosllavisë, nuk u kualifikua, po u eliminua nga Shqipëria, dhe ky është momenti i parë ku opinioni publik botëror njohu për herë të parë Shqipërinë, sepse shumë shtete, shumë njerëz nuk e njihnin vendin tonë të vogël. Po rezultati që i tillë që ekipi kombëtar gjerman ishte një ekip me shumë në zë në botën, në opinionin publik botëror, edhe kështu që eliminimi që u bë në Tiranë ishte me të vërtet një gjë jashtëzakonshme, sepse shtypi gjerman e quajti turpi i Tiranës në ndeshjen që u bë në Kemal Stafa, dhe ku një pjesë e lojtarëve të Gjermanisë Perëndimore, kjo është për kuriozitet, kështu, ranë në gjunjë, domethënë, një pjesë, ulën në gjunjë, sepse nuk e mendonin kurse që ekipi kombëtar gjerman të eliminoheshe në këtë kohë. Tani kjo ishte ndeshja e parë, dhe takimi ballafaqimi i parë me gjermanët. Ndeshja e dytë ishte si rezultat, po ndeshja e një aktiviteti që u zhvillua. E kuptoj, profesor. Po, ajo se për çfarë jam edhe më shumë kurioz, edhe më shumë kurioztar është të di se nëse e keni patur fatin dhe mundësinë për të takuar Beckenbauerin, apo qoftë edhe për të shkëmbyer 2-3 fjalë me të përgjatë korridoreve të stadiumeve. Jo, shiko. Unë duhet ja bëj të ditur, sepse me qenë se më dha dhe këtë mundësi ta përcjell në një transmetim televiziv, unë kam një krenari në rastin me që ma bëtë të pyetje, kam një krenari korçare dhe kombëtare shqiptare, sepse në këtë periudhë që po fjalosemi për gjermanët, në rastin e këtij lajmi të Beckenbauerit, unë më ka takuar përpara tribunës qendrore trajneri i madh i Beckenbauerit, Helmut Scheni, përpara syve të 20.000 spektatorëve, u fut në fushë, aty të vija anësore, dhe kjo bëjtjet e filmuar, edhe më doli përpara kur ishim duke u bërë nxemje. Edhe aty
më zgjati dorën se detyrimisht pas jetër dorës do vinja unë ki një dorë. Edhe kjo ishte rasti i parë. Kurse rasti i dytë që të kaloj, ta ezauroj këtë çështje, rasti i dytë ishte 4 vjet më vonë kur ishim në grup me Gjermaninë dhe këtë Turqinë. Sheni kishte erdhur në Turqi për të parë ndeshjen Turqi-Shqipëri në Stamboll, sepse ndeshjen tjetër që i binte në shor, që i binte në atë planifikim, e kishte në Tiranë. Edhe ai për të eliminuar atë situacion të ndodhinë e 4 vjetëve më përpara, e dha edhe në shtypin turk të njoftim, njoftovi që unë kam ardhur të shikoj ndeshjet, sepse pastaj ndeshja e dytë do të bëhet në Tiranë pas kësaja, dhe ne nuk duhet përsëritim atë ndodhjen e parë. Dhe në këtë rast ai kërkovi një audiencë personale me mua dhe e cila u zhvillua në hallin e hotelit të jashtëzakonshëm 10 katësh Hilton, ku unë në prani të trajnerit tonë, Loro Borisit dhe gazetarit sportiv Prokop Koreta, u zhvillua një bisedë sportive nëpërmjet tia dhe meje. Këta dy elemente tjerë, do në gazetari vetë bënte përkthimin, se rrugës kur vajta për të ndodhur përballë trajnerit e Muçen, unë i them zoti Prokop, të lutem më thuaj mua ti di gjermanisë ose s'di gjermanisë. Ai më tha që ai se do të kërkon Sheni. Edhe ai tha, jo tha, unë nuk di gjermanisë, po di frëngjisht se kam mbaruar liceun francez në Korçë. Dhe Sheni di frëngjisht. Edhe aty pastaj u zhvilluar rreth një ore ca edhe njerëzit që ishin kishte shumë njerëz nga Turqia, nga Gjermania, nga UEFA. Edhe shikonin, nuk bëni vesh ata çfarë po bëjnë këta. Nëse ata ai bëjnë një bisedë të jashtëzakonshme për arsye se u interesua ndërmjet tjerave për faktin që unë në ndeshjen e parë që eliminua ekipi me trajner Shenin, unë nuk luajta 60 minuta, 30 minuta lojë dhe 60 minuta të tjerë isha figurant në kuptimin vetëm barisja në fushë. Dhe kjo është një histori e veçantë që përkon një qikë edhe me një ngjarje që ka ndodhur, se janë shumë të jashtëzakonshme në historinë e futbollit dhe botror, një ngjarje e zakonshme e Beckenbauerit, Franz Beckenbauerit, në Angli, ku në një ndeshje Franz Beckenbaueri e zhvilloi pjesën e dytë, pavarësisht nga sa minuta ishin shumë minuta, me krah të thyer. Edhe kjo ishte një nga domethënë ngjarjet e jashtëzakonshme që ai vazhdoi të luante futboll, se ishte edhe transmetuar kjo. Dhe në të njëjtën kohë edhe edukata e jashtëzakonshme e futbollistëve vendas të Anglisë, të cilët e ruanin dhe nuk përplaseshin me të. Po këtu kemi të bëjmë pastaj edhe me atë figurën e Franz Beckenbauerit, si një personalitet i cili edhe dha shumë për futbollin në rastin konkret në atë ndeshje. Profesor, kam përshtypjen me të gjithë këtë karrierë të pasur, me të gjitha këto eksperienca, jo vetëm korçarët, por gjithë Shqipëria ndihet krenare për ju si ish futbollist, një prej më të mirëve që mund të ketë Shqipëria deri më sot. Ishte kënaqësi tepër e madhe, një kënaqësi e veçantë që të ishim së bashku përgjatë kësaj hapësire në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Unë gjej rastin që t'ju falenderoj për të gjitha kujtimet dhe eksperiencat që ndat me mua këtu në studio, apo dhe me të gjithë publikun që na ka ndjekur deri në këto momente. Mirë, faleminderit.